Faleminderit që na jep. Cuidai bastante. Embora livre, fala essa Të nderuar të pranishëm, të dashur miq, familjarë, studiues dhe dashamirës të librit, i nderuar Dom Gjergj Meta, i nderuar kryetari i Bashkisë Zoti Albert Milyshi, i nderuar Vesel Lekaj, kryetari i Lëvizjes së Veçantë dhe arkivistët të tjerë. Është kënaqësi dhe vlerë veçantë për mua që sot të jem moderatore në promovimin e librit Tarazhi në Thellë të autorit Gjergj Ndoj. Një vepër që nuk është thjesht një monografi për një fis, por një dëshmi e gjallë e kujtesës historike e identitetit dhe përgjegjësisë ndaj brezave që vinë. Fisi Tarazhi, një nga fiset më të mëdha dhe përfaqësuese të Kthellës dhe të Mirditës, vjen në këtë libër me gjithë udhëtimin e tij shekullor. Autori ka ndërthurur me kujdes dëshmitë arkivore dhe analizën historike, duke sjellë pasqyrë të plotë të jetës, organizimit, hapësirave, figurave të shuara të trashëgimisë shpirtërore të këtij fisi. Me këtë frymë, ju ftoj të mi presim këtë vepër dhe autorin e saj, duke vlerësuar si një kontribut serioz në kujtesën historike dhe kulturore të krahinës sonë. Në duartërkitje për Gjergj Ndoj. Faleminderit. Ju faleminderit gjithëve, mirë se erdhët. Më vjen shumë mirë dhe ndihem shumë i nderuar. Bashkë me ju besoj që këtu na nderon me pjesëmarrjen Dom Gjergj Meta i Bezhëvi, na nderon Albert Milyshi, kryetari i Bashkisë Mirdit, na nderon miku im, besoj edhe i gjithë Mirditës tonë këtu, dhe Vesel Lekaj, kryetari i Lëvizjes Veçantë nga Kosova ka dhe Fisht Krasniqi e të tjerë, aktivistë të kësaj lëvizje. Ju faleminderit shumë, kushrit e mi, ju faleminderit miqtë e mi, kumbarët e mi, shokë tanë që jeni pjesëmarrës në këtë takim. Tashi, unë kam derën të jap fjalën Dom Gjergj Metës, për të besoj do t'i thoj dy fjalë dhe ne mezi e presim të dëgjojmë dy fjalë nga Dom Gjergj. Faleminderit gjithë, përshëndetje gjithëve. Fjala ime do jetë shumë shkurt, fjala e dikujt që s'ka lexuar librin, kështu që çfarë mund të thuhet, kemi ardhur për një libër që unë s'kam lexuar, sepse akoma se kam marrë materialisht në dorë. Por ka tre nivele historie. Niveli i parë është me ligju histori, niveli i dytë është me mësu histori, niveli i tretë është me shkruajt histori. Ky niveli i tretë do guxim. Gjeta ka këtë guxim. Libri ka rrugën e vet. I dal për hajër. Ky libër gjetës, sikurse edhe librat e tjerë. Përgjithsisht unë jam kundër promovimeve të librave, nuk më pëlqen promovimit e librave, për arsye sepse unë mendoj që libri i mirë ka në dorë vetë. Por ta e bë tashmë të modës me u mbledh përreth një libri është bukur sepse mbledhemi përreth një personi më shumë se sa përreth një materie. Edhe kështu që i uroj që libri të ketë një rrugtim të vetin, sidomos për tarazhësit, por edhe për ata që kanë interes për në studiu historikun e kësaj treve, sikur se është Mirdita, edhe pse themi copë, sepse ka njerëz që kanë shkruajtur për fanin, ka njerëz që kanë shkruajtur për Kthellën, ka që kanë shkruajtur për Selitën, ka që kanë shkruajtur për Kaçinarin, secili
pak ka shkruajtur për atë pjesën e vetë, shpresojmë që gjithë bashkë krijojmë një mozaik për të kuptuar edhe më mirë se cila është historia e Mirditës, urime autorit, edhe kalofshim momente sa më të bukura gjithë bashkë. Faleminderit. Më pëlqeu fakti që bëri Dom Gjergjmeta i qoftë për hajër ky libër dhe ja uroj dhe unë. Dhe në këtë atmosferë dua të ftoj në skenë kryetarin e bashkisë, zoti Albert Myryshi, për të bërë përshëndetjen e tij dhe i cili më duhet të theksoj që ka mbështetur dhe këtë aktivitet. Përshëndetje të gjithëve, nderuar Dom Gjergji, nderuar autori i librit zoti Gjergjendoj, të nderuar miq të ardhur nga Kosova, të nderuar dashamirës të librit. Janë momente të veçanta në fakt dhe i vlerësoj shumë që në Rrashen një ditë bën promovime të tilla librash. Vazhdojmë të kemi interesin për të dëgjuar, për të lexuar, për të vlerësuar libra dhe shkrimet të tilla, dhe aq më tepër kur bëhet fjalë nga njerëz cilët e kanë pjesë të jetës tyre shkrimin, siç është autori Gjergjendoj, që në fakt shpesh ne lexojmë më shumë nga autori, pra kur ne e shohim që kush është autori, atëherë na shtyp kurreshtë më shumë të lexojmë librin, aq më tepër pastaj kur shohim që janë libra historik që përcjellin me vëmendje tek lexuesit histori të caktuara, krahinash, zonash, dhe kjo është edhe vlera përgjithsisht e këtyre shkrimeve. Gjeta brenda vitit po vjen me librin e dytë në fakt, dhe libri i parë që ishim edhe këtu në Rrashen për promovu për edhe në Tiranë, që në fakt po e përcjell lexuesit shkrime dhe libra me vlera të jashtëzakonshme historike, ku po pasqyrohet në vetvete jo vetëm historia e Mirditës, por historia e Shqipërisë, dhe kjo meriton një përgëzim të autorit për autorin, i cili ka lexuar, ka shpletuar arkiva, do shkrime, ka marrë dhe mbledh mendime dhe i përcjell këto tashmë të lexuesit në përmjet një pepre, një libri, siç është edhe ky i sotmi. I mungojnë, me thash të fillim fjalës time, i mungojnë në Mirditës, i mungojnë Rrashenit momente të tilla kulturore. Edhe pse në fakt tashmë bota ka evoluar, teknologjia ka përparuar dhe shpesh të rinjt prirën më shumë drejt teknologjisë dhe drejt smartphonave, telefonave, kompjuterave, se sa drejt librave. Por jam i bindur që ky libër apo shumë libra që gjeta vetë i ka përcjell lexuesit, do mbeten vlerë në arkivat e Mirditës, në bibliotekat tona, si një vlerë që nesër të rinjt, brezat që vinë, të mund të gjejnë të gatshme materiale, histori, të cilat e pasqyrojnë po themi historinë e Mirditës, apo të tregave të caktuara. Tarazhi, absolutisht ne jemi vetëdijshëm mbi ato vlera që ka si zonë, si fshat, dhe kur përcillen tash edhe mbeten të shkruar në libër, janë më të gdhëndura dhe në formale, në të sakta, kur nesër lexuesi do t'i kenë gatshëm për t'i gjetur në libër. Unë përgëzoj shumë autorin, e uroj në shkrimet e tjera, ku pse jo ashtu sikur përmendi Dom Gjergji që janë të shpërndar shkrimet caktuara në për zona, e libra caktuara për zona, të kemi një të vetëm që i përmbledh gjithë dhe shkruhet saktë histori që i ka munguar dhe i mungon në fakt lexuesit për trendin tonë për Mirditën, që është absolutisht një nga zona që ka bërë më shumë histori në Shqipëri. Shumë urime autorit dhe faleminderit për këtë angazhim.
do kemi pak valle, valltarët e ansamblit Mirdita do vinë me koreografe Elida Marko le ta ndezin skenën. Më duhet të theksoj që këto valltare kanë bërë 2 emisione në Top Channel në prag të Krishtlindjes dhe më duhet të them që kanë marrë duartërkitje mëse të merituara, por unë do ndalim pak te gurra popullore. Është emision në fakt që flet për traditën e vendit, unë tashmë jam bërë pjesë e kastit të tyre dhe kur bëm Mirditën në fakt isha tepër emocionuar, sepse përpara 2 vitesh kryetari i bashkisë mundsoi gurrën popullore të Mirditës. E pasuam dhe këtë vit. Kishim të ftuar historianin Gjendon, kishim Dom Gjergj Metën, kishim frymën e ansamblit Mirdita dhe me modestin më të madhe këtë nuk e them unë, e thot Top Channel që ka qenë gurra më e bukur ndonjëherë. Ju dëgjoj me video të valltaret, ju dëgjoj me video të Gjetën, për Dom Gjergj Metën, për kryetarin e bashkisë na mundsoi gurrën përsëri dhe jam shumë mirënjohëse. Faleminderit vajza. Tani do kalojmë përsëri te klipi. Më duhet të ftoj 2 personalitete. I pari është inxhinier Dot Pietri dhe avokat Ndre Molla për të folur rreth librit dhe i ftoj të ngjiten në skenë. Inxhinierin Dot Pietri, çfarë përshtypjesh ka lënë libri?
Bërtase kono, ose rrugë. Të nderuar pjesëmarrës të promovimi, së pari lejoni t'ju uroj Krishtlindje gjithë kristianëve anë komunitetit tonë, e veçanti katonit tonë Malaj, pjesë të cilit ka qenë në Tarazhi. Ma mirë më. E këndova librin e historianit autor Gjethtoj dhe paraprakisht se një urim të madh për të, sepse së pari më kujtoj sentencën e vjetër të filozofëve dhe plegjëve tanë që pa e ditur nga jemi nisur nuk e di se ku do vemi. Që në fillesat e librit me 5 pjesë e ndarë në kapituj, pulson vitin 1672, ku i dërguari i posaçëm i papës Stefano Gaspari raporton se Kthella është një vend me 118 shtëpi dhe 915 banorë. Kthella e poshtë dhe Kthella e flitet për 3 barak të Ohrit, dhe kjo jo se ishin nga Ohri, por ishin regjistruar në sanxhakun e Ohrit sipas tefterit turk. Si kumroj, nuk mund quhet Mirdita Lezhë, sa është përfshirë administrativisht në prefekturën e Lezhës. Autori flet shumë qartë për ardhjen nga Taraxhati të vëllezërve Hulej, dhe vendosen hijen e burit Zi ose të Kishës në Kames. Autori duke perifrazuar burra nga ato anë na flet se fjala Kames është fare shqip, si ka meca, ka djerë. Ekziston një variant tjetër një emërtimi kalimtar slav, si Kamjen, Kamen, Kames, që thot gur. Ashtu si lumi Zme, që thuhet Sme, nuk shterë, dhe ka një variant slav, Smjeja, Gjarë, apo Proseku, Prospekt, rrugë e gjërë midis një qyteti, që në fakt është Kazashi. Vëllezërit themelues Tarazhit, sipas autorit janë Andrea Huli dhe Gekuli, duke dhënë një pemë gjenealogjike të fisit Tarazhit. Menoj se vëllezërit themelues të vetë fshatit Malaj nga bubrimet e mia vinë nga Zef Dreni, me 3 djemtë të tij Pietri, Gjergji e Gjoni. Qendra katunit e vjetra fare është Zdrenja, pra e Zef Drenit. Dhe këtu ka një variant slav, Zadreni, si Zadrima, te Drenit. Në të këtë qendër janë dhe toponimet si Thana e Dot Drenit, Sheshi Logut, Sheshi Gjinaj, Proja Arsbollaj, shënoj nga studimi i veprës Famullia e Milotit e i mëzot Fraro Ilis, hasim në priftin mësues Dom Prendlogu, që shpesh do në shkruan të Dom Prendreni. Shënoj se Dreni me këtë bjemën ka në plan, ku kishte 2 kullaj, Dot Drenit dhe e Marka Gjilok Drenit. Asnjëra nuk ka lënë pasardhës, por tokat e të parëve të tyre kanë pasur të Kthellë Malaj. Autori përmend këtu sheshin e Drenit, Pujka, Pyje ka Pyje, Famu, Kazaçi, së fundi një vend shumë i pasur ekologjik. Këto toka janë dhënë ose shitur fisi Tulaj ose Tarazhi prefekt Gjerimi nga themeluesit e Malaj, që i kanë patur pronat të tyre, si Proj Drenit, Ara e Drenit, Proj Bushit, hijen e sheshit Bonz, Bathnajn Kulme të Drenit. Dreni ishte një familje fisnike, ndoshta kalorësish, qysh nga Gjon Kastrioti, me stemën e vetë kohën e Drenit. Dreni gjenet në Kuks, Kosovë dhe në Italinë e Veriut. Një shembull përmendet dhe generali në libër përmendet dhe generali Prengik Margu Kaçolli, i cili ka luftuar për krahasën e Malbokshit, Idris Seferit, Odo Bek Sokolit e Mit Sokolit e tjerë, në lidhjen e famshme të Prizrenit. Bëhet me dije në libër se me 25 vjetor, 1912, punëtohet dhe me një muaj nga ngritja flamurit Vlorë, pra fiks sa bënte lajmi për të ardhur nga Vlora, në kishën e madhe të Thellës, baraktar Gjon Melyushi, në praninë e Paris Male e ngriti flamurin e kuq me shqipen 2 kaemshe. Prifti atëhershëm Don Mikel Lezhja u rapën banave të kishës që ishin 3 copë. Në libër punëtohet se komunizmi shtypi dhe ekzekutoi gjithë elitën intelektuale nacionaliste të Perëndisë, veçanërisht Malaj e Tarash, në mënyrë të veçantë. Do të shohet se sqaroj një problem që libri e thotë në faqen 146. Me këngën e lurës ku spikat një varg, prengjet Lazari pas ka met. Në të folmen tonë, kur thuhet ka met, është vrarë, por në faqen 147 thuhet
se preng Gjetgasi vdiq që moshë të tyre në vitin 1930. Ndoshta mund t'jetë plagosur, ose nuk është i njëjti njeri. Njihet dhe nga burrat e vjetër burëria e fisnikëria e Vokër Marko, Tarashi, i cili libër përmendet shpesh deri në fëmimin e tij në kullën e luftit të Tam, Selitës. Në libër flitet dhe për Gjetdojnë e vjetër, që ka pritur dhe Bajramcurin. Gjetdoj ishte burr me zë dhe pas Bajrami ka qenë vërtet te ai. Këtu jo për vërtetësi, po duke bërë një logjik matematike, duke parë disa shkrime që janë botuar tani në demokraci, cilat shpesh nxjerrin gjyshat e tyre heroj, mikpritës, bile dhe në kanapën e tyre ka bujt Bajramcuri, me i llogarit thjesht matematike na del se Bas Bajrami duhet kishte mosh të paktën 120 vjet që të rrinte një natë në shumë bulla të Berdicës. More me shtemi. Bujku nuk duhet përzihet zanatin e farkatarit, sa nuk dresh gjatë. Të shkruash nuk është keq, por duhet t'i referosh një personaliteti, ose letra të shkruar për të konkluduar, zaten, referenca dhe filli i artës vërtetës që shfaq Gjetdoj, jo vetëm të libër. Gjetdoj si historian është arat e vetë. Në libër hidhet dhe ideja se goditja që është bërë popullit Berdicës katolike vetëm në rast e vrasjes Bardobimës, por dhe me 14 njerëz të pafajshëm, me ndikimin popull ishte një pëlhur me imange, endur me mjeshtria ligjveriqesh të shumë vetëve me motivin se gjoja hakmarrjes ndaj vrasjes deputetit. Libri merret me figura që kanë gjetur Tarashi në vite, si Preng Dogjini, komiti i përjetshëm kundër tiranive, në Relegisi, Preng, Gjirë Pjetër Tarashi, Gjetdoj, autori i librit, ish drejtori i përgjithshëm arkivat të shtetit, shqiptar, Ferdinand Tarashi, Yllinoj, Silvestër Noj, Pjetër Preng Gjoga e tjerë. Nga personat nga Tarashi të renditur në libër, unë kam njohje me disa prej tyre, si Gjon Gjet Tarashi që ishte drejtor kantieri, fillimin e Tërshenit, dhe kur i matë bashkë me disa nga male e Tarashi dhe Jezulli, punoj të kërë shlevri për nxjerrje gurësh, për godinat që Tërshen që po themeloni, kam parë shkrimin e tij me një kaligrafi të përsosur. Gjon Gjet Tarashi, i cili ka qenë infermier në Male, kur unë isha në shkollë të veçare. Nugjinë Tarashi, i cili ka vënë në Male lëndën e botanikës. Po ashtu dhe inxhinier Pjetër Tarashi Preng Gollmar konsideron ndërtimi që në një tjetër më të ri. Në libër ndihet dhe arsimi si një fushë e veçantë e kontributit Tarashit. Do të desha të cek pak prillin e vitit 1918 në Troje Përlat, te kisha Shënmëris, prifti Dom Prenlogu ka marrë 20 djemë nga Përlati, Proseku dhe Shebja, dhe u ka dhënë mësim në gjuhën shqipe. Krenohem me këtë mësues dhe prift, sepse ka qenë edhe i vllai gjyshit tim. Veçoj zotin Denis Tarashi, veçanërisht bashkëshortën e vet Joana, Përvata i Tarashi, është e pranishme këtu, nga Lek Bibaj, me cilin kam punuar në Luizën. Joana është një vajzë me plot kuptimin e përgatitur, duke shëmtuar ligjet dhe njëri shumë korrekt dhe punëtore. Të nderuar miq. Ky libër është një kronologji e punëve dhe njerëzve të Tarashit, i cili deri në vitin 1950 ka qenë dhe zyrtarisht lagje e katolik marë. Nuk është thjesht shkruar për vendin tënd, por njerëzit e tu. E përgëzoj dhe njëherë autorin Gjetdoj, duke uruar për njësi të tjera në fushën e historisë. Tani kemi nderin të dëgjojmë përshtypjet e librit avokatin Vernolla. I nderuar Dom Xhexhmeta, i nderuar zoti kryetari i bashkisë, të nderuar të ftuar, përfaqësuesi i lëvizjes veçanit, të dashur familjar të Gjetdoj. E kam lexuar me shpejtësi librin e Gjetës, se ka 3 ditë domethënë që na ka rënë në dorë. Me thënë të drejtën, nuk ka qenë e vështirë për mua, sepse çdo gjë që kam pa, pjesa më e madhe e tyre ka qenë të njohur nga unë, sepse unë jam banor i fshatit Tarash, jam lindër rritur me to, dhe është një kontribut i jashtëzakonshëm që po jep profesor Gjetdoj për historiografinë shqiptare, por të shkruash për fshatin tënd është do të guxim të madh. Se ne i themi në mirë ditot, sa i vogël është njeri në shtëpinë vet, duhet me qenë i vogël në shtëpinë vet. Në fakt ka shpëtuar prej kësaj situate Gjetdoj dhe ka paraqit një histori të vërtet, sepse është edhe natyra e profesor Gjetdojt, ai vazhdimisht në gjithë librat e tij lufton për të vërtetën
dokumentare, për të vërtetën arkivore, për të vërtetën gojore, për të vërtetën arkeologjike. Të janë bazat e njohjes së një historie të vërtetë, qoftë edhe për fshatin tënd të lindjes. Historia e këtij fisi është histori si gjithë fiset shqiptare të rezistencës, të luftrave, përpjekjeve kundër osmanëve, përpjekjeve për liri. Sigurisht se nuk ka shpëtuar si gjithë fiset e tjera edhe koha e komunizmit, për cilën ka pasur luftëtar kundër komunizmit, por edhe mbështetës të saj. Dhe kjo e bën këtë libër shumë kurios për ta lexuar deri në fund, për të kuptuar domethënë sagën e gjithë secilit. Unë mendoj që nëse do të arrijmë të paraqesim një histori siç e ka paraqitur profesor Gjeta për fshatin e vet, kështu cop siç e tha Dom Gjerzmeta, do të bëjmë historinë kombëtare. Kjo është historia kombëtare, por duke mos e glorifikuar, duke mos e fryrë, duke mos e lartëruar ashtu siç nuk e meriton, por duke sjellë fakte historike për cilin është skrupuloz historiani tashmë i mirënjohur gjithndoj. Më ka bërë përshtypje shumë se është kujdesur edhe për marrëdhëniet e fisit tarazhit me të tjerë, me bashkëtarët e tjerë, me fiset e tjera, lidhjet e Kumarisë që e ka prekur qëllimisht, sepse është një marrëdhënie që krijon besim në komunitet, që krijon harmoni, e cila sigurisht mbi bazën e kishës që na orienton shpirtërisht, ka vlerat e veta dhe ka krijuar që fshati Taraz sot dhe në vazhdim në histori, ndoshta fshati i vetëm Mirdit që ka pas më pak se askush tjetër probleme mes veti. Dhe kjo është meri e marrëdhënieve që kanë kriju te Kumaria, te marrëdhëniet e tjera, dhe produkti ka qenë se ka pas një harmoni pavarësisht në situatat e vështira ku s'ka qenë dorë as fisit Tarazhit, as fisit Mollajve, pjesa që ne dim gjithë 45 vjeçi i komunizmit. Ka një veçanësi tjetër libri, që unë mendoj që do të ngacmoj gjithë brezat e ri për të menduar për vendlimin e tyre, e tij. Domethënë është një lloj libri që po ta lexosh të shtohet dashuria për vendin tënd, të shtohet kurioziteti për vendlindjen tënde. Është toponimistika. E ka sjell në mënyrë të saktë, të plotë, të thjeshtë, ashtu siç është si burimore. Karakteristikë tjetër e librit është se gjithnjë përveç fakteve historike që i ka mbledhur gjatë përgatitjes së këtij libri, ka bërë bashkë autor të gjithë ata që kanë dhënë një dëshmi gojore. Thënit e tij, datën e pyetjes tij dhe këtë do të thotë që e ka zgjeruar, domethënë nevojën për të zbuluar të vërtetën nëpërmjet vetë Tarazhit, vetë fisit Tarazhit. Tjetra që duhet sjell në këtë përshtypje time është histori personale. Unë duhet ta ndaj me ju sepse është jashtëzakonisht e veçantë. Mendoj se pak kush e din këtë gjë. Gjeta ka qenë një karakter që kur ka qenë në gjimnaz, që kur ka qenë kur filloi fakultetin e historisë, një njeri domethënë me një karakter të fortë, që i pëlqente gjithmonë e vërteta, e debatonte të vërtetën dhe e vuante vazhdimisht kur regjistruan fakultetin e historisë në Shkodër se unë kisha mbetur pa të drejtën e studimit për arsyet që dihen. Dhe gjithmonë më takonte sa herë vinte nga Shkodra dhe gjeti një mënyrë të jashtëzakonshme, shumë të veçantë që po ndaj me ju sot. Të gjithë dispensa, të gjitha ato leksionet që bënte vetë në fakultet, mi sillte. Unë i studioja dhe bëja në dhomë vete, sikur po jepja provim, domethënë. Edhe kjo është pjesa më veçantë që më ka ndiku me dashuri për historinë. Jo si historian, si pasionant i historisë, është vetëm profesor gjithnjë. Tani, pjesa për librin kjo ishte që do të thoja. Do të thoja diçka në lidhje me
profesor Gjetën. Ne mirëditorët e kemi pak si të veçantë marrëdhëniet me njëri tjetrin. Do më thënë në një debat, më falni që po zgjatëm, në një debat me ca gjyqtar nga ju në një mbledhje më tha po ju kryetari i gjykatës si një 5 gjyqtarë jeti, tha bolli të folna. I them unë ti nuk e din historinë dhe më vjen keq se Mirdita ka një gjyqtar për shtëpi. Kështu që unë jam gjyqtar i Mirditës. Në këtë kuptim duhet që ta fshim nga instalimi në mendjen tonë atë teshi i Bibdodës. Ne kemi një vlerë të jashtëzakonshme, Tarazhi ka një vlerë të jashtëzakonshme, një historian të cilin i ka kalu për masat e Mirditës, për masat e Shqipërisë, por edhe në rang kombëtar. Unë e kam përjetu dhe ajo është gjithëndore. Unë e kam përjetu atë se e kam shoqëruar në të gjithë promovimit e librave që ka bërë, sidomos në librin e fundit që qeverisja Mirditës nga Shqipërisë nga viti 1939 deri në vitin 1944. Historia do guzim, gjeta është guzitar. Historia do të vërtetën, gjeta thot vërtetën. Historia do dokumenta, gjeta flet me dokumenta. Dhe tjeni krenar ju gjakuj i ti, unë ndjehem krenar si qytetar, si bashkëtar, por dhe si kumar, dhe e falenderoj shumë që më bani pjesë të këtij promovimi dhe faleminderit edhe ju që më dëgjoni. Tani kemi kënaqësinë të dëgjojmë një mikun ton të Mirditës, nëse mund ta quaj kështu, zotin Vesel Leka. Përshëndes edhe paraforcit e mi që ishin më herët këtu. E përshëndes edhe Mirditën në përgjithësi, Shqipërinë gjithashtu, në ringa kësore. Gjithë ndojnë e njohin kohët fundit në shta i ka afër 2 vjet. Ne një grup djemsh nga Deçani, ka 2 vjet që jemi mbledh atje të shqyrtu pak problemet se ne fitum luftën, qitëm okupatorin për jashtë, ishim edhe pjesëmarrësaj gjatë gjithë kohës, edhe të pamë që mas lufte u shkëllëzu një situatë Kosovë për shkak të skeqe ekonomike, shkatërimeve, pamë se rrymat të ndryshme fetare, kryesisht ato islamike dhe ortodokse serbe, po e dantojnë vendin. Jemi mbledhur një grup aty edhe kemi shprehur një partnersi tonën, edhe kemi konsideruar islamin radikal të dëmshëm po sa edhe invazionin serb në Kosovë. Ne kemi jetu në drejtim se dinakria e synimeve lindore përmes përkrahjes slave ka qenë aq dinake në Kosovë, po flas për zgjedhjen ku ne jetojmë atje, sa ata ndërtuan një infrastruktura shtrëzishme për kombin shqiptar, sidomos për ne në Kosovë, sa ashtu në heshtje, sa ne ishim para një kapitullimi të brendshëm. Ne jemi qenë një grup djemsh, njerëzit shqiptarësh nga gjitha visat e Kosovës, edhe në shaj gazmatimi, në shaj revolte, kemi thonë se nga sot e tutje nuk jemi ma musliman. Kemi pas një përkrahje të madhe nga qytetarët e Kosovës, sa për 1 javë, 2 javë rresht, gjitha institucionet, gjitha mjetet e informimit kanë qenë në ndërshkim situatës që është mbajt autorit atje. Për të mos u zgjatur shumë këtë drejtim, kjo do të ketë impakt të gjitha viset shqiptare, ka impakt edhe në Bashkimin Evropian. Kjo nismë është e jana, do të thonë nismë autoktone që nuk na ka detyruar kurkush, nuk na kanë detyruar as partitë politike, as do të thonë ideologji evropiane që po e përdoret edhe këtë fjalë për shkak se ata kanë pasur një interesim shumë të madh këtë drejtim, edhe është një marsh, ka filluar një marsh shumë pozitiv në Europë, për shkak se edhe në Europë ky radikalizëm është aq i madh
sa që ne është një fat i madh që kemi dalë që 2 vjet përpara se djathta në Evropë fillojnë me marrë masa këtë drejtim. E falenderoj edhe gjithë ndojnë i cili ka pas interesim marrë me ka vizituar. Gjithashtu ne ja kemi dhënë edhe fjalën, ky ka folë, domethënë në përjetorët tonë, edhe në emrin e tij personal, në emrin e Mirditës, edhe në emrin e Shqipërisë në përgjithësi, edhe ne falenderojmë edhe Mirditën se ka rezistuar ndër shekuj invazioneve slave turke në përgjithësi. Unë nuk po zgjat më shumë urime për këtë libër, për këtë historisë e Italisë. Për që unë nga Fisi Gashi Krasniqja kanë qenë para 900 vjetëve pjesë e këtij lokaliteti këtu, ku jemi ju. Ju përshëndes, ne do të fitojmë betejën me gjakthësi. Kemi edhe përkrahje të mbrëmshme, edhe të shtetit, të kemi që kanë në shef, edhe përkrahje të madhe ndërkombëtare. Beteja do të fitohet edhe ju Shqipni, zorë që një shteti ka varë në gjatë kohë, edhe ju do është mirë në këtë drejtim me pas një kujdes, ne nuk kemi kundër fejve në përgjithësi, kështu i respektojmë njerëzit që besojnë Zotin, pavarësisht cilat fe janë, por segmentet radikale duhet sa nuk po bëhen të jeni shumë siqet. Përshëndetje edhe një herë. Edhe shmë do dëgjojmë të zotin e shtëpisë, autorin e librit zotin Gjet Nori. Faleminderit dhe sel, misioni juaj, du ta them të, është një mision që realizimi në suksesit cilit është në rëndësi kombëtare. Ju keni ditur në kohën, tashmë kohën e duhur që të përballeni me një invazion të butë, një pushtim të butë, që po kërcënon Europën, veçanërisht Shqiptarinë, sepse Shqiptaria ka atë njohën e zezë tek e cila mbështeten armiqtë tanë nga lindja drejt Europës. Ju falenderoj shumë, është nder shumë i madh që ishit këtu. Du ta përshëndes edhe ne e kemi të mëgjerëzhin jo vetëm i pezhët, si gjithë të tjerë, por dhe të tarashit, na ka boni nderë që e ka lënë një gjurëm që sa do të kaloj koha është aty. Në 10 gusht, a i ka bashkëzuar një ditë me emrin e kishës në Tarash, dita e Tarashit, dita e Shën Lorencit. Dikush më thotë, po pse se ne kemi Shneprendët, se jemi kështu, jemi kthelas. Po jemi kthelas, po Shneprendën le ta festojmë kudo. Si gjithmonë, ne nuk kemi të cënuar atë përkundër, na ndërmendson edhe më shumë. Por kjo festë që la domethënë aty është një festë e cila na ndihmon ne se jemi të mundshëm për të mbledhur, se jemi mapa. Edhe lidhemi, festa e parë ka qenë një jashtëzakonshme dhe gjithë Tarashi e priti dhe mirëpritja festë. Shpresoj që nuk do mungohet. Domgjergji ka thënë do jenë i përkushtuar deri në fund edhe domgjergji ti nuk je vetëm i beshit dhe kleriku ynë, por je miku i Tarashit përjetësisht. Albert Melishit falenderoj shumë për suportin. Dikush më thojë ka detyrë, po detyrat nuk i kryejnë njerëzit. Po ju e keni përvisë se detyrën të them që ke diçka tjetër për te asaj, që është shpirtërore dhe është nderi yt që mbështet gjithë komunitetet, po për ta ashin e po e prekim, sepse ju na keni kriju gjitha kushtet, duke dhënë dhe personelin në ndihmën tonë, kështu që ky takim është një farë mënyrë, jo një farë mënyrë, po realisht është një takim i përbashkët mes meje dhe teje, kështu po e them në fakt. Për librin 2 fjalë. Nduhet Gjeta, Rozina Jaku, vajza Nikol Tarashit, e shumë të tjerë, më kanë thënë disa herë,
se tash fatkesisht. Ne po takohemi vetëm në përkëshon, bafina, sepse dasmat janë hallu shumë për vetë kohën që kalojnë. Dhe më kanë thënë, ore pse se bëj libër për tarazhin, për fisin tonë. Se ti po shkru për 2 janë, po për ne na kena në shumë si mas dorë. 1 herë, 2 herë, 3 herë, dhe përfundimisht e nisa. E nisa, si letë e mora, me kur futa në të, kuptova peshën e asaj që kisha marrë përsipër, dhe një peshë jo e letë, si ke të bësh me njerëz konkret, me njerëz cilë takosh për ditë, me njerëz cilë i ke dashurit e tu, i ke kushit e tu, i ke vëdhe nga vlezit e deri ke kushini i shtatë që jemi, deri kushini i shtatë jemi në tarazhit, nuk shkojmë në ande, dhe shkojmë tek ndre dhe gekuli, por sepse do i prekesh. Unë i kam prekur të gjithë, kush ka lindur, i kam përmendur ata si kanë vdekur, po edhe të gjithë ata që janë gjallë, deri ke fëmijët e vegjël. Kam patur një burim shumë të madh. Për pjesën historike kam pas dokumenta, kam pas literaturë, por për pjesën e atyre që jetojnë, kam pas janë më shumë sigurt, po 24 janë emra, i kam shkruar në libër, dhe ata një farë mënyrë janë bashkautor të librit. Unë i kam pyetur ata, secili për atë pjesën e tij, për familjen e tij të vogël, dhe e gjitha së bashku 44 pjesë janë përbën librin në kuptimin e përfaqësimit të gjithë familjeve të tarazhit. Kam pas vështirësi subjektive në kuptimin që gjatë këtij rutini, duke pyetur, i kam gjetë pa bon gati njerëz, dhe ju atesh do kohë aty me menon që atu pse po bën, si po bën, dhe kanë rënë gjithë dakord dhe ne sot jemi bashkë, kemi një libër i cili u them do vlej më shumë për ata që vinë, por natyrisht do vlej shumë edhe për ne, për të na dhënë kënaqësinë, sepse kemi secili vetën aty, për të na dhënë kënaqësinë se nuk jemi bosh, bota, por me shpejtësi drejt, nuk mund ta them drejt shuarjes, por drejt transformimeve të mëdha, ku gjurmë e asaj që kemi patur deri sot, po zbehen, po pi, po dobëson, edhe imagjinova, kjo ka qenë dështys për veç tjera, imagjinova mas 20 vitesh, shumë që po ecë bota me kaq shpejtësi drejt transformimeve, që jo gjithmonë janë në rrugë të identitetit, për kontrazi, them që është bërë diçka si do të jetë, në sa do të thënë ky libër do të jetë një farë gjurme, tek e cila do referohet nga ata që do vinë mbrapa. Të ishte bën librin më përpara, të ishte akoma më mirë, sepse gjurmët janë më të freskëta, janë më ashtu, po nuk ishte vogël, po e nisa pash që ato që më tregonte baba dhe prindrit tanë në përgjithësi, i gjeta përsëri gjallë kujtesën e njerëzit. Në kujtesën e njerëzit të tarazhit, po dhe të tjerëve, që nuk e të tarazhit, por që kanë lidhje me ashtu. Pjesa historike, unë kam kapur si metodologji, kam përshkruar ngjarje të rëndësishme, ku bijtë e tarazhit kanë protagonizmin e tyre, janë pjesëmarrës. Nuk jam marrë gjithë historitë, sepse më fol për tarazhin, edhe jam mos ik nga boshti, por kam përmendur ato histori, siç e thash. Do të thonë që fillu nga vini 1821, kur lufta kundër Pashsakatit të Madh, do të thotë kundër një Osmani, kundër pushtetit Osman, të Kaza Osmanit, me në krye, me një rol shumë të madh të shtëpisë me lyshi, në udhëheqjen e këtyre vetëve dhe baraktarit të Selisë, po sidomos të kthella, kemi pas baraktarin e Melyshit, i cili ka pas një rol shumë të madh, i vetëm ngjarjet brenda barakut, po dhe ngjarjet për te barak. Kam pasqyruar, sepse aty kanë marrë pjesë edhe
Tarashës, vite e parë, brezi i dytë dhe i tretë, i Tarashës në 1821. Pastaj kemi pas, kanë marrë pjesë dy burra të Tarashës. Qëllon njëri ka qenë Vokër Mark Tarashi, i përshkruar si një nga djelmoshat në lidhjen e prezentit, një nga djelmoshat e fortë dhe energjik, duhet ke qenë ke 20 vjeç, bashkë me kushinë e tij, nuk gjetë Lazar Tarashi, i vjen me qenë gjyshi babsnim. Kanë qenë në lidhjen e prezentit për të siguruar lidhje. Për të siguruar nga sulmet, nga armiqtë e tyre atje. Pastaj ngjarje të tjera janë ngjarje për pavarësi, përmendet nga Nikoll Melyshi në kujtimet e tij. Nikoll Melyshi ka qenë njëri i aftë, ka qenë ushtar, ka qenë edhe njëri i ditë dhe bërë si një trashëgimi të një shtëpie që ka historinë e kthellës të Melyshit. Dhe shkruan që aty kanë qenë edhe Tarash, përveç fisëve të tjera të kthellës, ka qenë edhe Tarash përfaqësuar nga prindë Gjetlastë. Gjetlastë i cili bashkë me burra të tjerë Tarash, s'ka qenë vetëm se aty erdhën gjithë kthella me bon festë. 25 dhjetor, ditën e Krishtlindjes. Kemi jetë flamurin, ishte ngritur lor, po domethënë u mblodh gjithë baraku banor. Po kreat nuk diskutohet të kthehës. Ata kanë qenë edhe Tarash. Kanë marrë pjesë në luftën për pavarësi. Vokër Mark Tarash kundër Shevqetull Bashës. Këtu kanë marrë pjesë e tjerë burra të Tarash. Në kryebitin Haxhi Qamili, në kryebitin anti-shqiptare, natyrisht anti-europianiste, sepse godiste një pushtet që i kishte shpruar europian. Ato europianët e vendosën sperancat për të shkuar në Europë. Edhe nuk është drejt të vinë ata anti-shqiptarët, përgjithësi edhe sot e kësaj dite, thonë Europa na ka bërë hiljen e. Europa s'ka çfarë hilje të bën ty kur ti je djallë. Ti duhet të bosh Europë për me të deshtë Europës, se fut djallën në qinë, se janë budallëre. Kështu një këtë kuptim, në kryebitin e parë anti-shqiptar e organizuar, që mori trajtën e një lufte civile mirëditase, kanë qenë rreth 2000 forca me në krye prejnë të dotën dhe markagjon e vjetër. Kanë qenë në kundër kësaj, kundër turkoshakëve që thrisnin duke flamurin gjysë hanë, sa po ishte një flamurin kombëtar, nga Ismail Gjermani në shok, dhe kërkonin flamurin edhe kërkonin sultanin, të kishin me dhe parë rrogat në disa oficera atje. Dhe një kryebitë anti-europianiste. Dhe kemi qenë aty. Janë vrarë shumë veta. Kanë qenë shumë veta dhe nga Tarashi, s'po përmend emra se kanë qenë shumë. Siç më vonë në luftën kundër vendosjes së komunizmit ka pas përsi bijtë spikatur Tarashi, fisit Tarashi. Prend Dërpshin Keq. Ka qenë komandant i një bataljoni luftëtarësh që luftonin pa bërë hap mbrapa kundër vendosjes së pushtetit komunist. Sepse ashtu mendonin ata, dhe ashtu ata jo vetëm mendonin, po ruanin, përpiqen të ruajnë traditën, atë traditë që ishte vazhdim i jetës tyre. Dhe natyrisht ka qenë prejnë Zef Gjergj Tarashi. Ka qenë pjesë e kësaj skuadre dhe kanë luftëtarët e fundit bashkë me Mark Melyshin, bashkë me Pal Melyshin aty, bashkë me të tjerë të cilët janë luftëtarët e fundit në një luftë, një betejë të organizuar, se antikomunist ka pas gjithmonë, ka pas deri në vaj. Po këta kanë luftuar deri në momentin e fundit ballë për ballë me skuadrat, me këto brigadat e ligës komuniste. E kështu me radhë, kam veçuar, tu ka qenë një sfidë përse, tjetër ka qenë veçimi i personalitetit. Se do si, u shjeton
dhe gjeni një farë pikpamjes egocentrike edhe mundohet, edhe mendon, pare mendon vetën e vetë. Të rinë kam vendos, por kjo delikatesa dhe pjesa vështirë e librit. Këtë të futush atë. Edhe kam vendosi i farë standard. Për shembull, se unë kam trajtuar jo vetëm betejë dhe luftëtarët që vinë, janë trajtuar. Po disa janë veçuar, po kam trajtu edhe në fushën e arsimit. Mirë dihet, arsimi ka qenë një fushë e cila bori zhvillim. Aty, po kush janë ata? Protagonistë. Protagonistë kanë veçuar, natyrisht, njerëz të cilët kanë ndikuar jo vetëm për fisin, por me printarinë e tyre kanë dalë për të fisit ata. Dhe i kanë dhënë gjithë mjetitë, kanë Gjon Lërgjergji, Gjon Tarashi ka qenë përgjithësi i arsimit mas vrasjes së Ndërës Mungjoks në 1946. Vitin 49 sa u themelu ky qyteti këtu, nga bardhëbima dhe pushteti i kohës, ai ka qenë përgjithësi i parë ndërtimi. Ai e tjerë në fushat tjera. Komunizmi ka qenë një sistem antihuman, por njerëzit kanë jetuar. Shumë ka shkuar burg, shumë kanë jetuar. Këtu lufta për mbijetesë dhe gara, konkurrenca ka ekzistuar. Dhe unë jam mundu të pasqyroj pa doreza të gjitha ata që kanë qenë protagonistë të kohës. Çfarë kam vendosur si standard, duhet të ishte qenë në nivel, për shembull, në fushën ushtarake, duhet të ishte major e sipër, në fushën e drejtimit, administrimit të ekonomisë, duhet të ishte qenë minimalja drejtor i rrethit, ose i zgjedhur në kohën tonë, në kohën pas 90-s, të zgjedhur lokal, deputet, në institucion qendrore, në institucion lokale, po jo në nivel drejtor. Më tha një më tha, se ke fut babën tim. Thash, paj, më shumë i mirë ai ishte, me thënë drejtë. Tash jo për t'i bërë konkurrencë, për t'i bërë pishta, kupton? Po i thash, ai baba jot nuk ka qenë më mirë se baba im. Por shumë i ndershëm, me gjitha të mirat i ka. Por nuk ka kalu standardin për të qenë me rol në shoqëri. Nuk ketë me standardin të ketë rol në tikim jetën e tjerë. Pra ata që kanë veçuar nuk do të thotë se janë burrat më të mirë. Shpeshherë mund të jenë edhe të dyshim, por në konkurrencën e tyre, se kompeticion ka pasur në atë kohë, konkurrencën e tyre ato kanë spikatur, kanë ndikuar jetën e vendit. Kështu që në një farë mënyrë, kjo ka qenë ajo për zgjedhje që kam bërë dhe metodologjia që kam ndjerë. Bëra udhëtime shumë magazine, në për mirë ditë një 20 herë kam marrë në Rrëshan, natyrisht, duke hasur dhe në pengesën e gatishmërisë të njerëzve që jo për fajin e tyre, e gjojnë për herë parë të negociatë, që ne të bëjmë diçka, po ty du t'japësh ato. Përveç saj lodhi, në fund pastaj, masi u bën libri, duhej më shku dhe me printu atje. Me printu, natyrisht, si të shkronja, s'do me ditë se sa lodhësh ti, të merr atë hesabin e vet. Më kanë ndihmuar, më janë gjendur disa tarazës dhe nismi në këtë edhe në zgjidhjen e këtij problemi, si Kaplan Cuku, Zina Nikol Tarazi dhe Lek Jaku, si shoqi, Nikol Xhonxheta dhe bitë e tij, bija e para, e bitë e tij, Ylli e tjerë, Lek Nulla Shfrogu, Lek Tarazi, me djalin Markun, i djalë Çapajev, ai mund të jetë ato të tjerë si nuk i njohur mund të jetë dhe më të mirë, po ata e kam njohur dhe sa do ta kohë. Kanë ndihmuar Leonard Pash Ndreca, Denis Gjet Tarashi, Lesh Nikol Xheta, Simon dhe Augustin Marku, Gjenarin Marku, Ermal Arapi, i cili e kam pas një djalë i talentuar që s'do se zëniti, punon e jeton në Tiranë, është një nga djemët më tafë që kam mirë vita në Tiranë, dhe me po për fat e kam pak kushrin edhe pak shok. Edhe më është gjendur në gjithë botimet
sado modestisht e kam pas gjithmonë pranë. Kështu që deshta t'i falenderoj gjithë ju për pjesëmarrjen. Doktor Sandri i shënzasin krenari. Edhe Mark Boqin, shokun më të mund të gjimnazit, të dy doktor ka margar jesha me grup. Dhe gjithë mes bashkë, gjithë kushit e mi, sot është një ditë çlirimi nga ana ime se kisha këtë amfin, pavarësisht se kush ishte indicia e parë që më ngacmoi për të bënë këtë libër, po kam i fakt çlirimi me besimin e plotë që ky libër do të shërbejë edhe më të pakënaqërit që mund të jetë. Do ta gjejnë veten, do të gjejnë të partë e tij, do të gjejnë bashkëmoshatarët e tij dhe fëmijët e tyre, fëmijët e tanë, të gjithë, do kenë mundësi, kenë një referencë për racën tonë, për sojnë tonë, ka kemi ardhur, si kemi ardhur, si jemi, rrugtimi historik, dhe mos të gabojnë gjatë transformimit, shumë parë shikoj që transformimit do jenë, si që thashë në fillim, drejt shuri si identiteti, jo drejt asaj. Ju falenderoj shumë. Formë dialogu. Dëshiron ndonjëri të bëjë ndonjë pyetje që është në sallë? Këtë program duke thënë që ndonjëherë gjërat më solemne vinë duke qenë sa më thjeshtë dhe duke falenderuar. Më duhet ta bëj unë një falënderim sepse jam shumë privilegjuar që jam në këtë panel. Ndoshta justifikoj pak me idenë që do bëhem dhe unë inxhiniere në të ardhmen. Jam shumë e lumtur që isha pjesë e këtij promovimi të librit. Dhe këtë përballje të aktivitetit dua ta bëj me Benard Përdodën me këngën Gjua Shqipe, teksti Gjergj Fishta dhe muzika Andris Qalshi. Le ta ndjekim. Jetën në ka dhënë
Faleminderit. Uroj gëzuar festa dhe ju ftoj të lexoni librin. Mirupafshim.